e bëshme, sepse në Shtetet Bashkuara të Amerikës lobimi është ligjor. Nuk është i paligjshëm që japësh disa para dikujt dhe të bësh dalë dhe të thotë një gjysmë fjali ose një fjali brenda një deklaratë të tjerë. Ajo që nuk ndodh dot është që një përfaqësues i Shtetit Amerikan ose një i zgjedhur i Shtetit Amerikan të thotë gjëra që shkojnë përkundër interesit amerikan. Dhe këtu dalim tek ajo pika që përmendet ju. Nuk mund të presin dot që të vi Amerika me fshes me korrent dhe të thith gjithë këta dhe të thotë tani merreni dhe bëjeni ju. Nuk është kjo zgjidhja. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesin e tyre për zemër. Do të bëjnë aq sa ju intereson atyre. Ata duan të mirë në Shqipërisë, ata e kanë Shqipërinë aleate, është një aleancë që në gjykimin tim do të vazhdojë edhe për shumë kohë, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, por nuk do ta pastrojnë ata shtëpinë tonë, do ta pastrojmë ne. Dhe nëse ne presim, nëse ne ushqehemi me këtë mendësi që na ushqen paria që këtu nuk bëhet, se ne nuk bëhemi, se ne jemi të këqij, se ne jemi njerëz që kaq meritojmë, kjo është propaganda e Paris. Ne nuk jemi njerëz të këqij, shqiptarët nuk janë njerëz të pasot, shqiptarët janë njerëz jashtëzakonisht shumë të zot, mjafton që ata dalin jashtë Shqipërisë dhe numri i shqiptarëve të suksesshëm është i pafund, që do të thotë që problemi nuk janë shqiptarët, por është paria. Ky është fillimi i zgjidhjes. Problemi nuk jemi ne, janë ata. Nëse janë ata problemi, atëherë eliminohet problemi që janë ata dhe pastaj ndërtohet çdo gjë duke filluar nga pozita më të shëndetshme dhe me objektiva kombëtare në mend. Ky është projekti i Shtetkombit që ne shqiptarët duhet ta përqafojmë sa më shpejt aq më mirë. Projekti i Shtetkombit, por ende nuk kemi një burr shteti për ta çuar përpara. Grit më lejo ta mbyll me batutën tuaj që keni bërë në rrjetet sociale për Mogherinin që na doli miell, por ndoshta paska pasur drejtë Trumpi për gjendjen e Europës, kur i shefin e politikës së jashtme. Bashkimit Evropian në këtë situatë tani do të thotë që edhe vizioni për Europën ndoshta vihet në pikë pyetje, sepse ne kemi ja 3 vite këtu që diskutojmë për fondet e IPARD-it, por çdo qytetar kur sheh që këto gjëra ndodhin edhe atje në kupolën e Europës, çfarë duhet mendoj? Pikë pari, presidenti Trump ka drejt në shumë çka që ta vendosin këtë si piket fillestare. Jo vetëm në këtë punë, por ka të drejtë në shumë çka. Sigurisht asaj nuk është i pagabueshëm, por mos kemi asnjë lloj dyshimi që fitoi përkundër një trysnie të jashtëzakonshme të një sistemi të tërë. Kjo tregon që ati i beson një shumicë e konsiderueshme amerikanëve. Thënë kjo se nuk duhet merre me politikën amerikane tani, se nuk është rasti dhe nuk na takon ne shqiptarëve që të harxojmë kohë me këtë punë, ka amerikanë plot që merren me atë. Por për t'ju kthyer temës që hapët ju, a është Evropa e Bashkuar zgjidhja e të gjitha zgjidhjeve ose panacea, siç thuhet në zhargonin profesional? Po sigurisht që edhe këtë më vjen keq tani se duket vetes si Beluli, po edhe këtë e kemi thënë prej 10 vitesh. Shqipëria nuk ka asnjë shans që të integrohet realisht në Bashkimin Evropian, ashtu siç është ndërtuar sot Bashkimi Evropian, për shumë arsye. Arsyeja kryesore është sepse paria hajnore nuk përshtatet dot me ato rregullat e Bashkimit Evropian. 2. Problemi i korrupsionit nuk është problem shqiptar. Është një problem që i takon gjithkujt. Por duke pasur në një shtet të përmjerë, më falni për shprehjen, një shtet hajnash, ku mbizotron hajnia përkundër interesit kombëtar, atëherë sigurisht që kushdo që vjen në Shqipëri vjen për kryer dhe ai ca problemet veta. Shumë prej tyre vijnë për të marrë një rrogë të mirë, shumë prej tyre vijnë dhe bëjnë turizëm seksual në Shqipëri, siç dihet, por nuk e thot kush. Shumë prej tyre vijnë dhe tallin me nderen me popullin shqiptar duke qenë politikanë të dështuar në vendin e tyre, siç është zonja Doris Pack, që nuk e njeh njëri në Gjermani, po e njohin në Shqipëri të gjithë. Shumë prej tyre vijnë në Shqipëri për të pasur një karrierë diplomatike e cila i shtyn më tej në karrierën e tyre. Pra, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë njerëz të gjithdijshëm dhe nuk shprehin çdo herë gjën më të mirë për shqiptarët. 3.
Evropa e Bashkuar është në dizintegrim e sipër, është një mekanizëm që nuk po funksionon brenda Evropës, kur t'i lëm jashtë interesat shqiptare, është një mekanizëm që po shpërbëhet ngadalë, është një mekanizëm që ka funksionuar burokratikisht, që ka funksionuar për ca rrjete tjera, të cilat nuk dua ta hap diskutimin këtu, por është një mekanizëm i cili tani më po përballet me dështimin e Evropa, si që kam thënë në podcastin tim, është në një pikë kritike. Pse? Sepse modeli i zhvillimit evropian i shekullit 20, fillim shekullit 21 është bazuar në një siguri të bazuar në fuqinë amerikane. Fuqia amerikane nuk jo garanton në sigurinë dhe tani e kanë gjetur veten zbuluar dhe e kanë parë që duhet të shpenzojnë për armatimet. E kanë parë që nuk mund të jenë më thjesht për të drejtat e njeriut pa pasur ushtar në terren dhe po investojnë në mënyrë të frikshme. Evropa po investon jashtëzakonisht shumë fort për të rritur kapacitetet ushtarake. E megjithatë, vetëm para disa muajsh mbriti që Evropa e Bashkuar të prodhoi aq municione sa prodhon e gjithë Rusia sot. Bile dhe kjo sipas meje nuk është realisht e vërtetë, po ata e thonë për propagandë. Pra Rusia si një shtet prodhon më shumë municion sot që është në luftë se sa e gjithë Evropa e Bashkuar bashkë. Raportet e fuqisë nuk janë në letër. Raportet e fuqisë reflektohen në raportet e forcës, në raportet ekonomike e çdo gjë tjetër. Ndaj dhe sigurisht që Shqipëria duhet të ketë ambicie që të hyjë në një mekanizëm evropian, cili do qoftë ai. Por ne duhet kemi ambicie që të jemi pjesë e Evropës, jo si shërbëtor, jo si vend ku lëshohen të gjithë pisliqet e kësaj bote dhe i vihet një kapak sipër se aq meritojnë shqiptarët, por si një shtet dinjitoz me një elitë e cila punon për kombin e vet, që bën më të mirën e mundshme, se ajo çdo gjë është e zgjidhshme me njëherë, po bën më të mirën e mundshme dhe ruan dinjitetin e popullit vet. Në atë mënyrë, atëherë edhe evropianët na respektonin më shumë dhe nuk do sillin si njerëzish që vinë sa për të marrë honoris causa nga universitetet shqiptare, që është gjë qesharake, sepse universiteti më i lartë i rankuar më i lartë në Shqipëri është diku ke vendi 1600 a 1700 në botë. Kështu që janë gjëra qesharake, por që ne i përdorim si çoka, sepse këta njerëz pastaj fillojnë të bëjnë pazare dhe pazaret i bëjnë me gjakun e shqiptarëve. Kjo është gjëja që duhet të thënë. Zotë Roj, të falenderoj shumë për mendimet tuaja për gjitha çështjet që trajtuam. Falenderoj unë ty. Grit Rofsha dhe faleminderit që u zgjuat herët për mua. T'jam mirënjohës shumë. Edhe të uroj të mira. Kënaqësi. Gjithë mira do të ty. Mirupafshim.